ku ko grosod që qojnë në të vërtet janë lot krokodili. Janë borat sot që qojnë nga paknatësia e gruas, se gratë e sotit i kanë degeneruar Evropa dhe nuk e kanë frikë Allahun. Kjo është një farloj paragjykimi, se mund të ketë motra të tilla, Allahu ju zoft ata dhe neve, por është një farloj paragjykimi se qajnë me lot krokodili. Nuk mund të thosh për gjithë gratë ashtu, ka gratë që me të vërtet qajnë nga vujtjet që i kanë, që u abojnë bashortët e tyre, por ka edhe prej motrave që bojnë bashortët e tyre të vunë gjithashtu, për shkak të mos respektit të tyre, e si që se ka rastin. Motrat si motra janë të dobësuar ose janë të dobta ashtu si qemi edhe ne. Ti ndalim paragjykimet, ti ndalim justifikimet dhe t'ja hedhim faj njëri tjetrit. Pa marrë parasysh ti e burr dhe ti e përgjegjësi i familjes dhe ti je shembulli për familjen. Pa marrë parasysh edhe nëse e themi ajo qanë me lot krokodilli. Hajde ti afroje, uzoje, puno me ta. Jep mund, derisa të mundesh, e shef nëse me të vërtet mundi yt, kontributi yt, tentimi yt për ta udhëzuar atë në rrugën e drejtë dhe për t'ia përmirësuar gabimet asaj, hedhen poshtë dhe nuk merren konsiderat, atëherë zgjedhja vetëm është divorci. Edhe divorcin Allah subhanahu wa taala ka lanë si zgjedhje, si alternativë. Mirë po, jo me paragjyku motrat.